Sot do bëj shotsa me perime dhe me fruta. Detoksi par, kastraves, selino dhe ginger. Kjo është për të shkrirë djamrat. Gingeri, rrënja magjike. Që shotsi të ruaj të gjitha vlerat duhet që të futet në enë qelqi. Dhe enët e qelqit i mora tek Eno Alba. Të shohim çka brenda. Kjo hinka pastaj është shkencë më vete. Nëse e doni shotsin vetëm lëng, kjo hinka bën edhe kullimin pa u lodh fare. E muj. E shikoni. Gëzuar. Detoksika dhe sakrificë. Gjithmonë frutat dhe perimet duhet të lahen me sodë buke. Detoksi 2, moll, panxar dhe karrot, lëngu jetës. Kjo është një enë më e madhe, sepse lëngu jetës është mirë të pihet në sasi më të madhe se një shots. Edhe shotsi numër 3, që është the best, është me këtë rrënjën që quhet turmeric, me rrënjën tjetër me ginger dhe me limon. Është për të shkrirë djamrat. Ky është detoksi më i shpejtë. E mjafton vetëm 1 minutë e gjysmë në ditë që të bëni këto mrekulli për shëndetin tuaj.